Egli Tako në Prishtinë, vizit për dashurinë apo përballje me të vërtetën? Një postim misterios nga Egli Tako ka bërë jehon në rrjetet sociale. Ish banorja e Big Brother VP ndodhet aktualisht në Prishtinë, siç ka treguar vetë në një story nga makina me mbishkrimin Era Prishtinë. E fotografuar e vetme, me një stil të thjesht por tërheqës, Egli shihet në sediljen e shoferit duke mbajtur syzet në dorë, por nuk ka ndarë asnjë detaj tjetër. A është vetëm? Apo me të ndodhet edhe gjesti? Prej kohësh në publik është folur për një duhet të mundshëm mes tyre, por më shumë se aq, fansat janë kurreshtar për marrëdhënien e tyre personale, një lidhje e krijuar në sy të publikut, por me shumë paqartësi që vazhdojnë edhe sot. Sipas thashethemeve që po qarkullojnë, familja e Gjestit nuk e ka pranuar plotësisht Eglin si të dashurën e tij, pavarësisht lidhjes që ata krijuan gjatë Big Brother VIP. Flitet se motrës së Gjestit, Blerinës, i atribuohet një miqësi e afërt me Diezën, ish të dashurën e Gjestit, dhe se familja është më e hapur ndaj një afrimi të Gjestit me të sesa me Eglin. Megjithse Egli dha gjithçka nga vetja për ta mbështetur Gjestin brenda shtëpisë së Big Brother VIP, mbrojtja dhe dashuria që ajo i dha nuk janë kthyer me të njëjtën forcë nga rrethi i tij familjar, ose të paktën jo ashtu siç publiku do të kishte pritur. Burime pranë tyre thonë se jetesa, qëndrimet dhe ardhmja që Egli kërkon nuk përputhen me pritshmëritë e familjes së Gjestit, çka ka krijuar tensione të heshtura dhe një lloj distance emocionale. Kjo vizitë në Prishtinë ngre shumë pikpyetje. A ka ardhur për të takuar Gjestin? Apo për të sqaruar raportin me familjen e tij? A është kjo përpjekja e fundit për të pranuar apo një fillim i ri në fshehtësi? Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!